Prokurori i përgjithshëm i Napolit Nicola Gratteri në një intervistë për gazetarin italian Nello Trocchia ka folur sa i takon pozicionimit të mafias shqiptare në arenën ndërkombëtare të trafikimit të kokainës. Kryeprokurori Gratteri thotë se Shqipëria është një narkoshtet pa egzagerim. Sot, grupet kriminale shqiptare disponojnë kapital të jashtëzakonshëm dhe mund të mbështeten në lidhje dhe mbrojtje brenda institucioneve. Ato përdorin në mënyrë të vazhdueshme korrupsionin duke shfrytëzuar teknologjitë më moderne informatike. Ndryshe nga mafjet e tjera të cilat nuk investojnë në vendet e origjinës, grupet kriminale shqiptare riciklojnë të ardhurat e tyre në industri dhe sektor të ndryshëm të vendit dhe janë gjithnjë më shumë të orientuara drejt pushtimit të tregjeve të reja. I pyetur nga gazetari italian Nello Trocchia mbi fuqizimin e mafias shqiptare, kryeprokurori shprehet: Grupet shqiptare fillimisht nisën me trafikun e marijuanës, për të kaluar më pas tek heroina, fal lidhjeve me mafjen turke dhe në fund tek kokaina, në tregëtinë së cilës janë bërë ndërmjetës ndërkombëtar. Të ardhurat nga këto veprimtari u kanë dhënë grupeve shqiptare fuqi të mëtejshme ekonomike dhe politike. Ato kanë shumë gjashmëri me Ndragetën, janë të pranishëm në portet e Rotterdamit, Anversës dhe Hamburgut, administrojnë pjesën më të madhe të kokainës që shitet në Europë dhe kontrollojnë pothuajse të gjitha pikat e shpërndarjes në Londër. Sa i takon shtrirjes së marrëdhënieve që mafia shqiptare ka arritur të krijojë në një pjesë të madhe të vendeve europiane dhe jo vetëm, prokurori thotë se kanë arritur të deportojnë frikshëm në bazat kryesore të drogës. Është bërë partnere tregtare e Ndragetës, falës së cilës ka arritur të vendoset në Amerikën Latine, veçanërisht në Ekuador, Kolumbi dhe Brazil. Ajo ka marrëdhënie me organizatat kryesore kriminale transnacionale të cilat veprojnë në Europë, Amerikën e Veriut dhe të Jugut, dhe po e drejtojnë gjithnjë më shumë vëmendjen drejt tregjeve aziatike dhe atyre australiane. Sipas kryeprokurorit italian, lufta kundër mafjes shqiptare është bërë e vështirë, kjo pasi lidhjet e tyre shkojnë deri në qarqet më të ngushta të politikës. Në rastin e grupeve shqiptare, ato kanë të gjitha karakteristikat e mafjeve italiane, duke nisur nga kontrolli i territorit deri tek aftësia për të ofruar shërbime, siguri dhe mbrojtje. Përveç mbështetjes që marrin, ato përfitojnë nga bashkëpunimi i heshtur dhe lidhjet e forta mes sipërmarrës, politikan dhe profesionist, duke ndërtuar një rrjet ndikimi që përhapet nga Tirana deri në Londër dhe Amerikën Latine. Intervista e kryeprokurorit Nicola Gratteri për gazetarin italian konfirmon edhe një herë se sa fuqi dhe pushtet i është dhënë mafias shqiptare, duke ngritur në majat më të larta të trafikimit dhe krimit organizuar.